Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lë Zotin të jeni mirë të gjithë pa përjashtim. Elhamdulillah, sot jemi në ditën e 22 të Ramazanit, sa po përcollëm natën e 22 të Ramazanit. Sot jemi në ditën 22 të Ramazanit, që do thotë jemi në natën e 23 të Ramazanit son të ndarkët. Selam nga Gostivari, alaykum selam wa rahmatullah. Atëherë, Samili, alaykum selam. Në çfarë ore falë sabah? Kjo pyetje në çfarë ore falë sabah do të na shoqëroj deri në fund të Ramazanit. Kemi thonë 20-30 minuta mbas imsakut. Nga Prizreni, Allah i rujt, alaykum selam. Nga Franca, alaykum selam. Allahu i rujt e ju knaqt me këto mesazhe të bukura, komente interesante. Në cilën periudhë duhen zëvendësuar ditët që kemi mungesë nga muaji i Ramazanit, sa më shpejt aq më mirë. Alaykum selam wa rahmatullah. Për ata që besojnë të bëjnë vepra të mira, ka falje dhe dhunti fisnike, elhamdulillah. Olsi ke bërë shumë komente, Habibi. Kujdes se mos vjen ai blok pa dashje. Allah shpërblet amin dhe juve. Femrat për namaz nate mund të thrasin e zana për ikamet? Jo. As burrat nuk thrasin e zana për ikamet për namaz nate. E jo më gratë. Alaykum selam. Elhamdulillah, thot i e bërë se bëbë që unë falë 5 vaktet. Elhamdulillah, Allahu. Selam nga Mantova, Italis, alaykum selam, rahmatullah. Jam emigrant, thot, dhe jetoj me familjen në Itali. A duhet të marrim ndihmë ushqimore që shpërndan fondacioni Kishës? Mund të merrni nëse keni nevojë, nuk ka problem. Olsi, me këto komente që bën, nëse na del në tjetër kështu, do të pësosh një blok hapi live, si për natë Ramazani, si për ditë Ramazani. Si ma bën, thot, jetën duke ndetur në pambuk, fal teologjisë që keni përfituar. Elhamdulillah, t'jep Zoti dhe ahiretin, inshallah dhe dynjan. Shoku Paparisto. Elhamdulillah, mirësi e Zotit. Elhamdulillah, mirësi e Zotit. Ndërsa ty t'jep Zoti tani, nëpërmjet meje, një dhurat. Bismillah. Iku dhe gëzimi. Budapesti, alaykum selam. Massachusetts, Amerika, alaykum selam. Ziriu, alaykum selam. Fushkruja, alaykum selam. Allah Mantova. Shkupi, alaykum selam. Ditën e fundit të Ramazanit kemi 40 e vjerit. Na duhet ta prishim Ramazanin. Që pyetje, subhanallah. Ditën e fundit të Ramazanit thot kemi 40 e vjerit. Na duhet ta prishim Ramazanin, si të veprojmë. Domethënë, pse ka vjerit 40, ju duhet prishni Ramazanin. Po mirë, nëse ju e prishni Ramazanin se vjeri ka 40, do të ngjallet vjeri. Do të vijë edhe një herë në këtë botë. Pra, a mund të hidhrohet Zoti dhe të fitohet mallkimi i tij pse vjeri ka 40? Të 40 nuk ekzistojnë në fenë tonë. Janë sajesa. Dhe ju në emër të një sajese jeni të gatshëm me prish Ramazanin, mos e boni, kur. Mos e boni. Alaykum selam nga Kavaja. Amin. Alaykum selam. Nga Torino, alaykum selam.
Vjena, Austri, aleikum selam wa rahmatullah. Zoti ju ruaj, aleikum selam wa rahmatullah. Inshallah. A lejohet konsumimi i peshkut në Ramazan, me që tregtohet i ngordhur? Lejohet, s'ka lidhje. Pejgamberi sa ka thënë, na është lejuar të ushqejmë peshkun edhe pse është i ngordhur. Pa me kuptimin që nuk theret. Vitrat këtë vit për Shqipëri janë 4.000 lek të vjetra, ose afërsisht 4 euro. Për zërin, aleikum selam. Nga Berlini, aleikum selam wa rahmatullah, nga Berlini, aleikum selam wa rahmatullah. Nga Elbasani, aleikum selam, nga Torino. Nga Italia, aleikum selam wa rahmatullah. Kujt mund mos i jepet sadaka ose lëmosh? Bëhet fjalë për sadaka dhe lëmosh për gjithçka apo për atë të fitrit? Kam në 7 ditë agjërimi për arsye shëndetësore. Kur mund zëvendësohen sa më shpejt të kesh mundësi. Situata e Gazës, bëni dua. Ne duhet bëjmë dua. A do vizitosh xhamin e Rusanit në Delvin, inshallah. A duhet gruaja të hapi zeqatin veç mos nëse pasuria e saj është e saj, nëse posedon bankën e saj personale për shembull, 80.000 euro dhe burri veç për pasurinë e tij që e posedon veç mos po, si secili veç e veç. Ose mund ta hapi njëri për tjetrin dhe njofton, zekatin tënd nxorra unë. Sa ka se vat një meritar që ka ardhur ka vizitu nënën në smunë nga Zvicra në Kosovë? A ka shpërblim? Pa dyshim që pa shpërblim shumë të madh. Tek Allahu xhel xelalu. Agjërimi muaj Shawal, sa ditë fillon mbas Ramazanit, qysh një ditë mbas Bajramit? Ditën e dytë mund fillosh. Selam nga Burimi, Valmiri, Nargjibi, Durimi. Aleikum selam, edhe unë du fort. Amin, a gjenë për muar. A bën që femrat të falin namaz natës në shtëpi bën. Thonë që kur është dita e Navruzit, nuk duhet të presin pemë. Ne, muslimanët, nuk kemi ditë apo fest në Navruzit. Ne kemi Bajramin e madh, Bajramin e vogël, Kurban Bajramin dhe Fitr Bajramin. Festa e Navruzit është fest pagane, s'ka lidhje me fenë e Allahut. Selam nga Gjermania, aleikum selam. Qa ore mund falim namaz natë? Është e lirë. A thuan salavatet? Thuhen. Belgjika, aleikum selam. Kur jepet sadaka e fitrit dhe sa duhet për person? 4.000 lek të vjetra, afërsisht për 4 euro për person. Për gjithë antarët e familjes. S'ke mujtë më uziu bashkë në kohë me përgatit së fyra. Mundemi 5 apo 7 minuta me shty. Allahu alem, më mirë me init preqiz kohës. Selam nga Preza, nga Vicenza. Selam. Kam filluar namazet edhe pse punoj në kuzhinë, që i madhi Zot po na ndihmon edhe s'po e ndjejmë. Elhamdulillah, Zoti shpërbleft. Sa vakte mund t'i falësh me një abdes, sa të duash, s'ka lidhje. Sa të mundesh. Brescia, Zvicra, Hollanda, amin edhe ju, nga Tetova, selam rahmatullah. Po kur ndodhi një vakisi, bëhet përmendet Zoti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi, të Allahut do të kthehemi. Nga Berni, aleikum selam. A lejohet me ndru anin? Çfarë është ania? Se di. Po kur duhet jepen fitrat deri për Bajram Keko? Elhamdulillah, ka bërë Zoti sebeb që unë ktheva në fenë islame. Elhamdulillah, falënderim qoftë Zotit. Nga Vlora, aleikum selam. Sa falet namaz natë? Sa të kesh mundësi? A thuan salavatet dhe lutja kuranore dhe në përgjigjen më lartë? Nga Resnia, Maqedonia e Veriut, aleikum selam wa rahmatullah.
Brunika në Itali. A mundet më shumë se është shifra fitrat? E tham. Isha e smur me temperaturë 2 ditë dhe nuk e prisha agjërimin. A kam bërë gjuna? Jo, s'ke bërë gjuna. Përdesa ke duruar, alhamdulillah. Më doli gjumi, më zgjoj ezani sabat, a mund të hash? Jo. Kur është më mirë për të thënë fibra deri për Bajram? Nga Gjermania, nga Dibroni, Broniko, në Zvicra. Gjilani, Italia, Berati, alaykum selam, Suedia, Lozana, alaykum selam. Manchesteri, nga USA, alaykum selam, nga Erseka, nga Belgjika, nga Anglia. Duhet bëjmë dua për gazën, duhet bëjmë dua, nuk duhet të ndalim dua tona dhe të ndihmojmë me çfarë lloj forme të kemi mundësi. Nëse bëhet pacienti nga familja e burrit, të trajto këtë temë, a i bie se përshti kundër familjarëve? Jo. Tregoja burrit gjëra siç janë. Piacenza, alaykum selam, nga Presheva, alaykum selam, nga Londra, nga Tirana. A duhet me bë Bajram patjetër me persona që s'kemi raporte? Jo, s'është të thonë. Sa është zekati i pareve? 7 milionë gjysë lart ose 7.500 euro nga Berlini. A lejohet më thonë se të kanë në vitit të modës? Nëse është e varfër, po. Pse muaji Ramazanit nuk ka një muaj fiks që ta shijojnë gjithë popujt në formë barabartë. Si i vitet për shembull ne ta kemi në dimër, ata të tjerë ta kenë në verë. Kështu që rrotullohet dhe lëviz me të gjithë muajt e vitit. Është me vitin hënor, ka të bëjë me hënën, jo me diellin. A lejohet me shtysë fyrin gjysore? Jo. Po në kuzhinë pa dashje provova patatet, a prishet? Jo. Belgjika, alaykum selam. A mundesh me fal të jatun? Nuk mundem ta mësoj. Mund ta lexosh. Unë jam paruar dhe nuk mundem me agjëru. Agjëro më vonë. Nga Zvicra, alaykum selam. Nga Belgjika mund të agjërojmë ditën e Shawalit të ndara, po mund të agjërojmë të ndara. Anin e fëmijës, a lejohet me ndru? Anin, çka ka për qëllim mitrën? Ani ka për qëllim mitrën. A lejohet me ndru mitrën? Si me ndru? Që me morë një femër tjetër, vezorat e një femër tjetër, ja nuk lejohet. Kosova, selam Shkupi. A mund pranohet namazin nëse nuk i di surë përveç Fatihas? Pranohet inshallah. Jam udhëtar, kam udhëtuar nga Gjermania. A kam borxh me agjëru? Po, agjëro më vonë. A lejohet një veprim i tillë, iftar në katedrale? E kam sqaruar në një status, kam bërë një status për këtë punë. Politika nuk duhet të fusi punë në punë të fesë dhe të fetarëve, sepse vetëm se e fliq. A bën të japim zeqatin apo fitrat për në Gaza nëse gjen linjë që e çon lekun atje? Po. Për arit 85 gram ar 24 karatësh. Edhe pse nuk është investuar, por është i ruajtur aty. Duhet besata ka këtë muaj, ata jap në xhami? Po. Vitrat në Evropë sa janë, duhet pyesni në Evropë. Kur bëj dikër mas namazit farz, përveç me kishte durra, mund të bëj me të dyja durrat? Mundesh. Ne refugjatët e Anglisë ja teprojnë pak, Zoti na falt. Amin. A është të detyruar gruaja t'i gatuj burrit? Padyshim, kush t'i gatuj? Komshia. 2-0. A Kroacia nga Italia, nga Obiliqi. Llogaritet në ata 4 deri në imsak? Po. Allahu i ndihmo vëllezërit tanë nga Gaza, Rabbel Alamin. Pse tash po thojnë vitrat mos i jepni pare? Është një mendim që thotë zbon, vetëm se në ushqim. Po mendimi më i saktë është që bën me dhonë edhe në pare. A mund të japësh sadaka lëmosh të përgjithshme një fukara që pin duan? Po, ai gjynaqar është, lejohet me dhonë sadaka. A kemi gjynat madh nëse s'dim të lexojmë Kur'an?
Jo, inshallah, po të paktën në të pjesët që falet namaz duhet për i ditë. Sa rekat teravi falni ju? Ne falim 10 teravi dhe 10 namaznate. Ezani është kur hyn koha, ikameti është kur falet farzi. Syfyri duhet ngrënë sipas kalendarit. A mundet me lexu hatme për të gjallë? Jo. Selam nga Franca, aleikum selam. Selam nga Piacenza, aleikum selam. Unë jam me ilaç mbajta 10 ditë, pastaj e pash veten keq dhe mjeku i familjes më tha që duhet t'i pish ilaçet. S'ka gjë më vonë. Selam aleikum nga Glavotina, aleikum selam ورحمة nga Kamza, aleikum selam ورحمة nga Pogra Deci. Thot kur vdes njeriu në muajin Ramazan, çfarë do të ndodh me atë? E din Allahu, hoxha është njeri si puna jote. Nëse dim të fshehtën, po shenjë mirë inshallah. Selam nga Ferizan, aleikum selam ورحمة në duan e kunutit në vitra, mund të çojmë duart? Po, mund të çojmë. Selam aleikum nga Bilisti, aleikum selam ورحمة. Mbaroj koha, do të shkoj të fal sabahun, ju du fort gjithëve. Selam aleikum. Hoxh se fyrin deri në kamet apo deri në zan? Deri në kalendar. Shif kalendarin deri aty. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam dëshirë të takoj, hajde ke xhamia, 5 vaktet jam aty inshallah. Selam nga Milano, hajde selam aleikum. Allah ju selam aleikum.